Të nderuar miq, mbrëmja e sotme është magjike për gjithë shqiptarët, si do të jenë dhe veshët të gjithë në Kosovë, në Prishtinë, aty ku Kosova do të presë Turqinë, një sfidë, një finale që vlen sa një kampionat botëror. Por çfarë po ndodh pak orë përpara ndeshjes, do të flasim me gazetarin Endrit Jashari. Endrit, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit edhe për juve. Si është atmosfera atje? Atmosferë e jashtëzakonshme, ndoshta jo edhe aq e mirë për kombëtarën e Turqisë, pasi mbrëm gjatë tërë natës ka pas fishek zjarre në tentim për të mos i lënë të flenë rehat lojtarët e Turqisë mbrëm një ditë para ndeshjes finale, pra që zhvillohet. E kemi parë para finaleve të Champions League-s këtë nga tifozët. E njëjta ka ndodhur edhe dje në kryeqytetin tonë. Po gjendja e ekipit, sepse presioni është mbi Turqinë, se ajo është favorite në këtë ndeshje, pavarësisht dëshirës tonë të madhe, edhe presioni është më i madh mbi ata. E vërtet, faktikisht nëse flasim objektivisht, Turqia është favorite në letër. E kemi në 9 ndeshjet e fundit që i ka zhvilluar Turqia, në ndeshjet zyrtare, jo ato miqësore, ka 7 fitore, një barazim dhe një humbje. Edhe barazimi dhe humbja kanë ardhur pikërisht nga kampioni në fuqi i Evropës, Spanja. Kështu që e kemi parasysh që kemi të bëjmë me një ekip shumë të fortë, me lojtarë të cilët edhe individualisht mund të zgjidhin situatat gjatë ndeshjes. Megjithatë, shpresoj shumë që Kosova të mos luajë sikurse luajti në pjesën e parë ndaj Slovakisë me një presion të panevojshëm që e kishte, dhe të dalë të japë më të mirën nga vetja. E dim që nëse janë si të bashkuar si një ekip, edhe pse kualiteti ndoshta nuk është në anën tonë, patjetër që mundemi me arrit rezultat pozitiv. E dim, e kemi pas fazën e grupeve me kontare shumë të forta siç janë Zvicra, Slovenia dhe Suedia. Suedin madje me yje botëror të Premier Ligës arritëm edhe ta mpushtim në 2 ndeshje, kështu që sonte shpresoj shumë e para që futbollistët të mos bie në presionin e ndeshjes. Përpara ndeshjes, Çalhanoğlu tha që jemi vëllezër musliman. Kjo tani ishte një deklaratë për të ulur pak Padyshim që por na marr kalan nga brenda apo për më na marr zemrën, po unë kam thonë edhe më herët e them edhe tash, vëllezër ne i kemi vetëm Shqipërinë. Këto deklarata nga Turqia, nga Zvicra pas ndeshjes, padyshim që janë për të qetësuar situatën dhe për të krijuar një farë afrimiteti edhe mes tifozëve, po unë di që kënga Albulena është dëgjuar prej miliona shqiptarëve gjatë këtyre ditëve. Po, si janë pritur yjet e tjera të Turqisë në Prishtinë? Janë pritur goxha mirë. Padyshim në Kosovë ka tifozë të shumë të Real Madridit, ka tifozë të shumë të Interit, ka tifozë të shumë të Juventusit, e padyshim yjet e tyre kanë dashur edhe t'i takojnë pas inspektimit të fushës që e kanë bërë futbollistët e kombëtarës së Turqisë, pasi që nuk vendosën të stërviten fare në stadiumin Fadil Vokri, përfunduan stërvitin e tyre në Turqi dhe më pas u kthyan direkt në Prishtinë dje. Pasi përfunduan inspektimin e fushës, u ndalën nga disa tifozë shqiptar, por padyshim edhe tifozë turq, dhe morën edhe në nënshkrime në panelat e tyre. Aktualisht gjithçka është e qetë, por pritet një numër i jashtëzakonshëm i njerëzve në Prishtinë, pasi që kryeqendra nuk do të jetë vetëm stadiumi Fadil Vokri, por do të jetë e gjithë Prishtina sonte në mbrëmje. Kapaciteti i stadiumit sa është, sepse ka pas lajme për dallavere dhe për biletat? Kapaciteti i stadiumit është rreth 13.000 ulse, rreth 700 prej tyre do të jenë të dedikuara për tifozët turq, pasi që Federata e Futbollit ka vendosur që vetëm minimumin e asaj që mund të lejohet për ekipin mysafir t'i lejohet kombëtares Turqisë, ndërkohë padyshim për bileta 700 do të jenë tifozë turq. Shpresoj shumë që mos të jenë më shumë, shpresoj shumë që ata që kanë qenë të pajisur me bileta të mos ja kenë shitur biletat tifozëve turq, të cilët kanë qenë në numër jashtëzakonisht të madh
të pranishëm këtu, madje kam hyrë edhe në websajtet e aeroplanave udhëtimeve që do t'i kenë sot, 6 avion privat do të nisen sot nga Stambolli dhe Ankara direkt për në Prishtinë, pa përfshirë avionet cilët janë në formë të rregullt. Po, tani më duket se është ditë feste për Zhegrovën, se ka ditëlindjen duket sot, sipas po lajmeve media. Tani, po do jetë formacion apo jo? Nuk, Edon Zhegrova është futbollisti më i mirë që kemi. Pas ti pikë dyshimi futbollisti më i talentuar, megjithatë sistemi të cilin po e aplikon përgjithësi Franco Foda, fatkeqësisht nuk po lë vend për një futbollist sikurse që është Edon Zhegrova. Sistemi 3-5-2 ose 5-3-2 më pas në fazën e mbrojtjes nuk i përshtatet Edon Zhegrovës, i cili nuk ka aftësi defanzive pothuajse as pak. Në anën tjetër e kemi një Mërgim Vojvoda që është në formë jetike aktualisht, edhe ndihmon si mbrojtjen ashtu edhe sulmin. Është rilindur Mërgim Vojvoda në drejtimin e Cesc Fabregas tek Como, edhe po kalon formë të jashtëzakonshme. Megjithatë, unë jam i bindur që nëse rezultati nuk do të jetë në favorin tonë në pjesën e dytë, Edon Zhegrova do të jetë ai faktori X që mundet me zgjidh situatën, pasi që individualisht është larg futbollisti më i mirë që kemi. Po pjesa tjetër e formacionit pritet ndonjë ndryshim nga ajo me Slovakinë, apo formacioni fitues, domethënë me parimin që nuk ndryshohet? Po e kemi na këtonin, çka është mirë vazhdoja mos e presh. Besoj që Franco Foda do të shkoj me formacionin e njëjtë, edhe pse unë jam i bindur që do të ketë bisedime kogja serioze me mbrojtjen edhe me sfushën. Kemi pas disa gabime amatoreske, nëse mund të them, në ndeshjen ndaj Slovakisë. Kemi pas dy qendërmbrojtësit Ljubart Delova dhe Kreshtik Hajrizi, të cilët morën karton të verdh, njëri në mesfush, tjetri në sulm, pa pikë nevojë, dhe më pas ishin të handikepuar në ndërhyrje që ata bënin në vazhdimin e ndeshjes. Gjithashtu, mesfusha po e ndjej mungesën e madhe të Leon Abdullahut, pa pikë dyshimi në mesfush, por shpresoj shumë që me Veldin Hoxhën dhe me Elvis Rexbeqajn këtë herë të funksionojë gjithçka mirë. E përmenda Mërgim Vojvodën, ai bashkë me Florent Muslijn në ndeshjen ndaj Slovakisë ishin yjet. Ka shanse që duke qenë se psuan 3 gola në Slovaki, tani Turqia është më e fortë, mund kemi një ndryshim të rreshtimit mbrojtje me 5 ndoshta apo jo? Ndryshimi mbrojtje me 5 ekziston edhe tani kur jemi në kur kthehemi mbrapa. Edhe besoj që do të jetë sistemi i njëjtë, por duhet patjetër të jemi shumë të vëmendshëm, pasi që nuk bën t'i lëm raste Turqisë, pasi që e dim kualitetin e Turqisë, e dim kualitetin e Kenan Yildiz, e dim kualitetin e Arda Güler, edhe duhet të jemi jashtëzakonisht më të fokusuar. Por siç e thash fillim, ne duhet të hyjmë të luajmë pa presion, edhe unë jam i bindur që më pas gjithçka do të rrjedhë me favorin tonë. Ju normalisht keni ndjekur çdo ndeshje dhe pak a shumë edhe pritshmëritë janë aty tek ajo që mund të zgjedh Foda. Ju si besoni tani që do ta pres Turqinë? Do luaj si barabar, do ta sulmoj, do t'i markoj yjet që thatë 1-1, pra tek për tek të gjithë? Çfarë strategji e prisni? Se pavarësisht vendosjes në fushë, jo 3-5-2, 5-3-2 e 4-4-2, ideja është që transformimi në fushë. E vërtet, ndeshjen e Turqisë me Rumaninë në gjysmëfinalen e play-offit, Rumania vendosi të luante në fazën mbrojtëse dhe të synonte që eventualisht me kundërsulme të arrinte të shënonte gol, ose me kundërsulme të synonte kualifikimin në finale, megjithatë kjo nuk eci. Edhe nga kjo duhet të marrë mësim edhe Franco Foda, pasi që nuk duhet të shkohet në këtë ndeshje vetëm për të mbrojtur dhe për të synuar kundër sulmet, pasi që dihet që edhe nuk i kemi qendërsulmuesit më të shpejt në botë. Kemi një Vedat Muriqi që ka shku mbi 30 vjeç dhe ka lajmëruar pensionimin në rast se kualifikohemi në
botror, edhe një Fisnik Aslani i cili nuk njeh edhe atë shumë për shpejtësinë e tij. Kështu që unë mendoj që Franco-Foda do të shkoj për të mbrojtur në këtë ndeshje. Megjithatë, kjo nuk është ajo në cilën ne duhet nuk është kjo mënyra në cilën ne duhet ta luajmë, nuk duhet të tregohemi as pak inferior ndaj kombëtarëve së Turqisë. Kemi lujt të barabartë me Anglinë, mbaj mend të gjithë në Angli, rezultati 5-3, një paraqitje jashtëzakonshme e Kosovës, ndonë se pësuam humbje, por askush deri atë nuk i kishte shënuar 3 gola Anglisë në vendin e vet. Kësaj duhet të paraqitemi edhe tani, fatkeqësisht e kemi vetëm një Florent Muslia i cili po arrin ta mbaj topin në kontrolle për disa sekonda. Nuk kemi ndonjë lojtar tjetër i cili kreativ, i cili mundet me bë zgjidhje edhe me mbaj topin edhe me vazhdu me drejt sulmit. Përveç tij kemi edhe Don Xhegromi i cili është në bankë rezervë, edhe jam i bindur që do të jetë në bankë rezervë edhe sot, por shpresoj shumë që mos kemi nevojë për Don Xhegromin fillimisht, por nëse kemi nevojë, padyshim Don Xhegrova do të jetë ai i cili do t'i kuadrohet i pari në fushën e lojës. Ndoshta do të jetë edhe mund dalë edhe me shtesë dhe Xhegrova mund të ketë 30 minutat e tij më të mira. Padyshim. Por shpesa më e madhe është tek portieri apo tek Muriqi në këtë rast, pra që mund ta mbyll ndeshjen sulmi apo po shkoj te penalltit. Domethënë kemi besim se kemi portier në formë mirë. Nëse shkojmë penallti, Aro Muriq do të jetë heroi i Kosovës. Unë jam i bindur për këto, i ka specialitet edhe penaltit, bile tash kur e përmenda ndeshjen ndaj Anglisë, ishte pikërisht ajo ndeshje ku Harry Kane nuk ishte humbur penalti me vitet e tëra, edhe ishte Aro Muriq i cili ja priti penaltin sulmuesit anglez. Nëse shkojmë në penalti, jam i bindur që do të fitojmë. Megjithatë, unë mendoj që Turqia janë jashtëzakonisht të përgatitur edhe i fiksohen faktit që në vazhdime mundet me u vrejt edhe lodhja në ekipin ton, po shpresoj shumë që gjithçka të mbyllet brenda 90 minutave. Këtë shpresojmë të gjithë. Në këtë rast të suksesit deri tani, meritën për ju e ka trajneri apo lojtarët, se ka arritur që të ulën stol lojtarë si Xhegrova apo Rashica që pak kujt i shkonte mendja më përpara që këta dy do ishin në stol. Edhe tani po me këta dy në stol mund shkosh edhe në botror. Sakt, madje kemi pas ndeshje ku nuk e kemi pas as kapitenin Amir Ramone, siç do dhe tani për shkak të lëvimit, edhe prap kemi arrit rezultate pozitive. Unë nëse më duhet patjetër me zgjedh prej futbollistëve ose trajnerit, unë për një nuancë shkoj me trajnerin Franco-Foda. Për një arsye të vetme. Ne kemi pas trajnerin francez Alain Giresse. E kemi pas më pas trajnerin sloven Primož Gliha. Gjithë i ka pas këta lojtarë, të cilët i kemi na, edhe që jemi vetëm një ndeshje larg kualifikimit të kampionatit botror. Asnjëri prej tyre nuk ka arrit me pas rezultate pozitive. Madje ne kemi përfunduar në kualifikimin për kampionatin evropian, kemi përfunduar në vendin e parafundit. Edhe Bielorusia ka qenë më mirë se ne. Vetëm Andora ka qenë më keq, edhe Andora na ka nxjerr barazim në Prishtinë, stadiumin Fadil Vokri. Menjëherë pas asaj erdhi Franco-Foda dhe ja jemi vetëm 90 minuta larg historisë. Edhe për këtë arsye unë mendoj që për një nuancë merita më shumë ka trajneri Franco-Foda, i cili për mendimin tim është përgjithësi më i mirë që ka pas Kosova ndonjëherë. Edhe diçka të fundit kam, se po luhet edhe jashtë fushë tani. Kur t'i dha premio, ndërkohë që ai turku ande u premtoi nga një vila ande nga Botrumja, porta ande nga Izmiri. Pra po luhet edhe premia, duket sikur normalisht motivi më i madh është fanella, edhe fakti që pas nuk i dyshimi. Por edhe politika po bën punën e saj për ta mbështetur, e kam fjalën. Po. 500.000 euro vetë se është marrë vendimi për përveç për kombëtarin e Kosovës për kualifikimin në finale, pra eliminimin e Slovakisë, ndërkohë në rast se Kosova arrin kualifikimin në kampionatin botror, do të jetë shpërblim prej 1 milion euro. Megjithatë,
kryeministri Albin Kurti në takimin që pati me kombëtarën e Kosovës, tha që do të kesh shpërblime që nuk do t'u merr as mendja. Ju ja tha këtë fjalë futbollistëve të Kosovës, nuk di se për çka bëhet fjalë, shpresoj shumë që të fitojmë dhe ta zgjidhim këtë enigmë. Dhe shpresojmë gjithë dhe për te enigmës edhe shpërblimit, domethënë të gjithë urojmë që pjesa jonë më e mirë, gjysma jonë më e mirë, Kosova të jetë botëror aq më tepër edhe për momentin geopolitik situatës si ndodhet, asaj do i liverdiste më shumë, do interesonte më shumë, e do i shkonte më shumë për shtatë që të ishte atje dhe jam i sigurt që edhe me grupin që ka atje tani edhe për të ndërruar pak, jam i sigurt aq më tepër që do kalojnë edhe të tretat më të mira në botëror, edhe grupin besoj se e kalon me Paraguajn, Australinë dhe Shtetet e Bashkuara. Ndoshta po e ndrojmë si shumë, po ëndrat falas janë. Unë jam i bindur që më letë do ta kemi ta kalojmë grupin në botëror se sa sonte ndaj Turqisë. Në rast se sonte fitojmë, ne jemi 100% në fazën e eliminimit direkt në Kupën e Botës. Shumë suksese Kosovës dhe të falenderoj shumë Endrit. Shumë faleminderit edhe juve, kënaqësi.